Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Shqip në Dritare Televizion. Do të flasim për politik me zotin Bardhyl Reso, përpara se të iki, se kështu e lam zotin Reso. Përpara se të nisemi për në Amerikë, do bëjmë edhe një bisedë politike për të kuptuar si po e lë Shqipërinë, edhe pastaj të shohim si do e gjesh kur të votosh, do votosh? Po, patjetër. Po, ka ardhur ndërkohë? Po, duhet kënaqë se kemi aplikuar, kështu që presim të vinë letrat. Interesante është. Jo, është hera e parë. Unë kam votuar, më ka qelluar 2 herë që kam qenë në Shqipëri kur jam për votime, e kam votuar këtu. Po taksi është hera e parë që votojmë prandej. Edhe do jetë vërtet një praktikë që po shkoj mirë, duhet vlerësuar, edhe kjo do t'i japi një jo vetëm asaj rritjes së numrit të votuesve, sepse unë kontrollova votimet e 2017 dhe 2021-shit, për herë të parë Shqipëria ka rënë në 50% të votuesve. Kjo mund të jetë dhe për arsye se në lista janë shumë njerëz që janë jashtë, por edhe ka një indiferencë edhe për këtë, kur të bisedojmë për zgjedhje, duhet bëjmë një thirrje. Rasti më i mirë për të gjykuar çka bërë qeveria, ose çfarë ato partitë e tjera premtojnë, ajo që populli duhet të vendosë është të shkojnë në votime. Domethënë edhe pastaj rrinë të diskutojnë, jo, qeveria bëri kjo, jo ka bënë. Në qoftë se ti shkon edhe jep atë verdiktin tënd për ti çfarë ke kaluar në 4 vjetë të fundit ose në 8 vjetë të fundit, duke parë dhe premtimet e opozitës, është sikur ke bërë një detyrim edhe një ashtu, ke edhe një lehtësi shpirtërore, se ta them që unë e bëra punën time, por do flasim për zgjedhjet, pra, gjatë gjithë emisionit, ndërkaq që e nisim pak me ngjarjet e javës që sapo mbyllëm, ndërkaq që është Kosova. Lajm sepse nuk po ja del do të ketë një qeveri. Ne kur folëm në e kaluar e bëm si fakt të kryer, do ketë qeveri. Kurti, Limaj, po jo me shtuke. Jo, po është problemi sa ato, me thënë të drejtën, unë nuk e di më hollësi ato atë kushtetutën e Kosovës. Ato kërkojnë që disa ministra që janë zgjedhur deputet të japin dorëheqjen. Se që pengon kjo, ose çfarë favoresh mund të ketë qeveria aktuale duke mos dhënë ato dorëheqjen, më thënë të drejtën, por megjithatë i gjykoj. Jo, është diçka poshtë që duket. Këto i gjykoj si pengesa për të bërë, dhe më thënë, sa më shpejt të Kosova të ketë një qeveri. Tashti, këte e bën vetëvendosja, apo e bëjnë partitë e tjera të opozitës, nuk mund ta them, se për arsye se edhe ajo presidentja i bën të thirrje të gjithëve që ta zgjidhin këtë punë dhe të duhet me njëherë të konstituohet parlamenti i Kosovës. Nuk e dim pra çfarë po ndodh realisht. Po, realisht do më të po. Ndoshta Kurti është dhe uroj që kjo të mos ndodhi në Shqipëri në fakt, fakti që ti të fitosh, por të mos bësh dot qeveri. Se kjo të vonon të lë pa punë dhe për më tepër në një kohë si kjo. Po, një kohë si kjo që e kemi përmendur. Se ne nuk ja dalim dot të shtrim dorën. Jo. Bine më është edhe kjo, Zërodina, sikur neve në vend të afrohemi më tepër me njëri tjetrin, mu më duket që gjithë një gjehen motive ose gjëra kretansore për të krijuar një, bile mund të them, deri në fjalën armiqësi nga disa qarqe të veçanta midis shqiptarëve të Shqipërisë dhe shqiptarëve të Kosovës. Bile me dhe jo ngjarje e shëmtuar që ndodhi aty në Big Brother, su bë dhe Big Brotheri tash t'i japim karakter politik. Tani Big Brotheri fenomen kombëtar është, nuk e çfarë bën. Po jo, nuk ta pranojmë. Po jo, bile më është me shikueshmërinë më të madhe njerëzit, edhe megjithëse është fushat, rrezik ndjekin Big Brotherin, edhe sikur të kishte një debat edhe me disa Ramës dhe Beriqës në qoftë se do të ketë. Ka rrezik njerëzit. Gjestin dhe Jozin. Bravo i qoftë, ja dole. Ja dole të bëhen fenomen kombëtar dhe të marrin audiencë maksimale. Kështu që, por ajo që me të vërtet një gjë e shëmtuar, një ngjarje ordinere, t'i japsh karakter politik. Edhe më vjen keq që u përfshin dhe gazetar
të rëndësishëm të mediave kosovare, nuk e di nga Shqipëria se kush u morë më tepër me këtë problem, po për mendimin tim, këto i shërbejnë, me thënë të drejtën, armiqve tanë tradicional. Kjo idea e ndarjes Kosovës-Shqipëri. E ndarjes Kosovës. Po, në fakt foli Bamir Topi dhe tha që këto lloj përçarjes i bën serbi, domethënë ndikon. Sigurisht, kjo është një po mu më duket Zarudina, nuk është vetëm serbi, janë edhe më duket kanë influencë dhe qarqet fetare në një farë mënyre. Pastaj edhe në Kosovë ka një tendencë nga disa media ose nga disa kështu intelektual për të kriju idenë e një kombësie kosovare. Kjo kudion është një paradoks, mendoj unë. Neve shqiptarët duhet të mburremi me kombin shqiptar. Edhe bilem kur themi kombi shqiptar, nuk duhet mendojmë vetëm shqiptarët e Kosovës dhe Shqipërisë, po gjithë shqiptarët jeton jashtë. Kudo janë jashtë të rojeve tona. E Veriut janë Greqi, janë Turqi. Mi ato po, këta janë të ri që kanë shku për në Turqi, për shembull, ka shumë të vjetër. Kurse janë autokton, shqiptarët e Malitzi, shqiptarët e Maqedonisë, shqiptarët e një pjeset të Serbisë, Presheva dhe Bujanovci. Prandaj, unë nuk e di. Unë bile me mendoj, unë i shikoj kështu, nuk e kuptoj do të Shqipërinë pa Kosovën dhe Kosovën pa Shqipërinë. Ato duhet jenë në një unitet të asaj ides, jo në atë kuptimin e Shqipërisë madhe, po jemi i kombë, kemi një gjuhë. Gjua është ajo që është një nga karakteristikat kryesore që i përket një kombi. Prandaj, mi gjithë se janë bërë disa në drejtim të arsimit, disa përparime, po unë mendoj që shumë duhet punohet në drejtim të një historie të përbashkët të kombit shqiptar. Në këte neve qalojmë. Në më thënë, në tjetër mënyrë përshkruen, këtë po them, atë lidhen e Prizrenit historian kosovar, edhe në tjetër mënyrë e ashtu historianët tanë. Prandaj, edhe për periudhën e më vonshme, edhe për periudhën e gjatë luftës, duhet jemi realist për të vërtetat. Pse një pjesë e kosovarëve i përkran Gjermanët. Ka qenë ajo ideja që sidomos mbas luftës parë botërore, Gjermania u bë përkrase e vendeve jo slave, duke menduar që Franca vendet slavi rriti të gjitha në dëm të miqve dhe aleatve që ka pas Gjermania. Zvoglun Hungarin, zvoglun Bulgarin, zvoglun Shqipërin. Dhe më thënë, në këte aspekt duhet të shikojsh ngjarjet në kontekstin dhe interesat e kohës. Nuk mund të shikojsh ngjarjet historike tani pa ditur realisht rrethanat politike dhe interesat që kanë qenë atë periudhë të kohës. Por, një gjë tjetër, për te i faktit sa dëshirë ke të njohësh historinë, në qoftë se ti ke dëshirë të kuptosh si mund të ekzistosh si njëri më i fortë me treg më të madh, e vetmja mënyrë është të bashkëveprosh me Kosovën. Ka mënyrë tjetër. Me thënë të drejtën, këto të fundit iniciativat për lidhjet, neve kemi, në energjeti kemi pas një lidhjet mirë. Në tregti pak më duhet të kemi lidhje tregtare njëri me tjetrin. Neve të dy palët duhet kishim tregtin më të madhe me njëri tjetrin, gjë që ka detyruar kosovarët bëjnë base sigurisht se edhe Serbia ka mallra shumë më tepër se neve ose Maqedonia, po prapë nuk kemi një rritje të atyne marrëdhënieve tregtare midis Shqipërisë dhe e Kosovës. Mendoj që këto vendime që janë marrë tash dhe inshallah, do të thënë realizohen së shpejti të rrugëve dhe të rrugëve kurorore, do të japi një impuls shumë të madh marrëdhënieve tona me Kosovën. Por duhet jetë kjo, ne duhet të heqim. Megjithatë sa kohë do duhet, 10 vjet. Sigurisht, janë periudha të gjata. Po, është kjo më duket Zarudina që
ke neve vazhdon ai karakteri pak i baraktarizmit. Do më thënë edhe në Kosovë, drejtues politikë, i pëlqen më mirë, thonë, t'jemi këtu të parë të shtëpisë tonë, se sa po të bashkohet Kosovë me Shqipërinë, ne kështë gjithë se qërë pozicionës të kemi. Kjo nuk ka asnjë rëndësi ka që neve të shkrijemi si kom. Nuk është problemi që neve pa tjetër të jemi një shtetë. Por neve edhe këto nuk po i bëjmë në atë rrugën e duhur. Koha do bëj mirë, sepse do në zënësoj me breza më të hapur, sigurisht, edhe mendoj dhe këte. Me breza që futja e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, dhe më vonë dhe Kosovës në Bashkimin Evropian, sa unë mendoj që në qoftë se, do më thënë, Ballkani Perëndimor, me të vërtet në këto 10-15 vjetët të ardhshme, nuk do jetë pjesë e Bashkimit Evropian, Ballkani Perëndimor do jetë gjithnjë me probleme. Kështu që unë mendoj, futja e Malitëzi, futja e Shqipërisë, më vonë edhe Kosovës, mbase edhe e Serbisë, unë nuk e... Ashtu, me gjithë sa tje është një presion shumë i madhë rusë... Dhe me sa duket ata nuk po e mbajnë presion. Tha, në 9 maj do jemi në Rusi. Po në bënë çudi dhe Slovakia shumë. Aji është një pro-rus, aji djetë, edhe, do me thënë... Po ndahen kampet. Këtë ta diskutojmë dhe qikë më poshtë për atë deklaratën e Ursula von der Leyen, kur mendon që çfarë duhet bëjmë ne me Evropën, së dhe ky është një problem shumë aktual tani, edhe fakti që lufta në Ukrainë po vazhdon dhe rusët kanë fillu një ofensivë, sidomos aerore, me thënë të drejtën kriminale. Po vrasin fëmijë, po shkatërrojnë në një mënyrë barbare, do më thënë. Por, u bët me mira si për Shqipërinë dhe për Kosovën, të gjithë duhet kuptojmë se jemi vëllezër të një gjaku. Kështu që nuk duhet të mendojmë për gjërat vogla, duhet të mendojmë për gjërat mëdha. Për të madhe. Ndërkohë, e madhja, dhe kjo është një fakt që tashmë ne e dim, që takimi ynë i madh do jetë atje në Bashkimin Evropian. E besonin që këtë që thotë kryeministri, që edhe për arsye gjeopolitike, domethënë pavarësisht se ai do të flasë për arsye politike, por i shton edhe arsye gjeopolitike. Ne kemi shumë të afërt futjet. Po unë mendoj që Shqipëria, sidomos në aspektin e fasadës, ta them sinqerisht, ka bërë mjaft përparime, dhe më thënë. Vjen në Tiranë, sot, ose edhe në qytetet tjera, dhe më thënë, ka filluar të ketë më pak dallim me Evropën. Binem lokalet tona janë më të mira se lokalet e Evropës. Ta themi sinqerisht këte. Dhe më thënë, në atë përshtypje që kishin më parë Evropianët, që ne vim në një vend të egër, në një vend, ai koncept për ndryshon rrënjësisht. Por neve duhet jemi më korrekt, më serios, edhe kur bëjmë turizëm. Jo të bëjmë, dhe më thënë, duke e ditë që ajo është i huaj dhe nuk kupton ti kërkojsh para më tepër, se në një farë mënyrë ato kanë pyetur një tjetër më pare. Kështu që edhe seriozitetin e këtë drejtim do ta ngrej atë idenë, dhe më thënë që ne po vim në një vend që po i afrohet edhe po duket vërtet si Europa. Me gjithë se neve kemi favore tjera, kulinare, ku diun që atyri i pëlqejnë shumë, në më thënë, mu më vjen që di klima, pa klima as diskutohet, mu më vjen që di, shikoja atje në pazarin e ri, më shumë kishtë të huaj se shqiptar. Ke pedonalia më shumë të huaj se shqiptar. Jemi në muajnë prill. Akoma? Është plot Tirana. I ke plot. Jo vetëm se ju flisni për pazar të ri pedonale, po dhe komuna, e cila është një zonë, më thonë, jo në qendër, po dhe periferisë është e ke plot. Po vime ato që tisin, kanë qef të shikojnë, të bëjnë. I ke në Astir, sepse ka kuptuar ku janë zonat që kushton më pak qiraja. I ke kudo tani. Po shumë italianë kanë fillu jetojnë në Shqipëri. Kështu që në këte aspekt, dhe më thënë, por fakti që shkalla e korrupsionit akoma është mjaft e lartë, kjo në një farë mënyrë, edhe më vjen çudi, edhe një nga të metat që ka fushata e Edit, mendoj unë, ai nuk bën fare, si me thënë, një jo autokritik në të kupte, por
për të metat që ka pas qeveria gjatë se kohë. Duhet të thot hapur, ne kemi gabuar për këte, ne kemi gabuar për këte, edhe të thot arsyet. Binem, ai nuk duhet dali pa përgjegjësi nga kjo. Ai duhet thot, kështu si që gjykoj unë si kryeministër duke pas besim, mbase të tepruar ke ministrat e mi, nuk I kam kontrolluar sa duar që ato kanë shkuar të bëjnë gabime deri sa të shkelin, do më thënë, atë postin e tyre, të merren me korrupsione, me pastrim parashe, me kudion. Megjithse, neve kemi plot të tjera, si me thënë, të pushtetit duhet bëjnë një kontrollin e parave, të ardhurave, taksave. Po dhe ato nuk funksionojnë ashtu si që duhet funksionojnë të gjithë, të me thënë, degët e institucioneve. Edhe, por, për mendimin tim, kryeministri është përgjegjësi kryesor, po ta marrësh kështu, sepse janë ndëshkuar persona, dhe më thënë, me pozicionet larta, qoftë në qeverinë qendrore, qoftë në qeverinë lokale. Dhe më thënë, sinceriteti që duhet ketë, sigurisht, a I ka të drejtë të mburre, kemi bërë kështu, kemi rritë rrogën kaqe, kemi bërë kaqe rrugë, kemi bërë kaqe stadiume. Këto janë gjëra që I din, I ka pa populli dhe I shikon. Binem kur I përsërit shumë, Nuk duhet I përsëritet, ka I shumë. Kështu që unë mendoj, do me thënë që I krasë këtyre në fushat duhet të thojnë dhe të metat dhe si do t'i ka përcejmë këto, që neve të ulim shkallë me korupcion. Ndoshta I thot nga fundi, tani po merret vetëm me mburjen. Po prapë, me mburjen dhe me bufin. Edhe ajo, Zeradina, se më duket pak e tepruar. Pse, për lere ti atë tjetër, nga I letë, sa I, me thëmë të drejtën këshu, përdor fjalë ofenduese të tjera, po dhe kjo ajo bufi kënetës, jo këneta, jo. Ku di unë, nuk më duken. Ishte më bukur kur bënte ato me Lulbashën. Po, ishte më argëtuese të fakta. Më argëtuese, më ashtu. Ndoshta është dhe te kaluar, mbas e bën mirë ta mbyllim me këtë punë e bufit. Më shumë mendoj. Ndërkohë që ai po mundohet të bëjë një fushat argëtuese. Sigurisht. Po ta vëshre edhe mënyra se si. Edhe mënyrën se si e hapi fushatën që një gjë krejt. Edhe nuk është ashtu si. Ai sillet sikur ka fituar dhe po feston. Gati. Ai, domethënë, ato akuza që I bën që tallavajo, nuk që tallava, ta themi të drejtën tash. Edhe ata unë për një them që dhe ata të opozitës kapen me ca gjëra ansore, me ca nuk futen në themelin e problemeve. Do më thënë që të din të afrojnë. Mësë ndaj, edhe ata, do më thënë, mburën Saliu që ka bërë para 12 vjetësh. Kjo është e bukur fare pasaj. Kjo është. Ku bënat reklamën, 2013 në Shqipëria, se manë më në Shqipërin 2013? Si kujtojnë fare, sa vite ka kaluar. Tu kanë arru në feshtatën, në 2013. Kështu që, me thënë të drejtë, niveli I fushatës elektorale që bëhet në Shqipëri, është s'du të përdor fjallën banal, po në më thënë është një nivelja. Edhe më duket që sikur shumë shpenzime nuk po duket se po bëhen. Pare, të gjithë thonë, e ju bëm përshtypje ky fakt, dhe sidomos media që në ka fushate pre të marri reklama, thonë, po ku janë këto reklama? Nuk ka, asnjë s'bë reklama. Jo. Asnjëri nuk ka banderola, spote. Kjo është një gjë e mirë, mendoj unë, se janë para që shkojnë kotë, me thënë të drejtën. Nuk ja vlenë, do me thënë. Nuk ja vlenë edhe nuk ndikojnë ato në ndryshimin e mendjes njerëzve për këtë do të bëjnë. Pra, po sillen sikur ata e din që njerëzit e kanë mbledh mendjen çfarë do bëjnë, se ka një gjë të çik po e teprojnë edhe me këto exit pollet që bëjnë që tash ato sigurisht kanë atë vërtetësinë e tyre. Ja, për shembull, exit polle, po të vëshëren ndryshojnë nga njëri tjetri, po të njëjtit njerëz që bëjnë exit polle, s'ka ndryshim të madh, ndryshojnë nga televizion në televizion. Por po të vëshëret diçka te këto exit pollet, shikon që të rinjt janë ngritur. Në fakt, si është? Sipas jush, në bisedat ju bëni me njerëz, si u duket, sikur do marrin vota? Ato do marrin vota dhe do jetë shumë mirë që të marrin vota. Sepse si do që tjetë do futet një frymë,
ndryshe, një frymë e re. Tashi, do t'i shikojmë konkretisht se çfarë do të diskutojnë, çfarë problemesh do të ngrenë në parlament, edhe sa do t'i përqafoj shoqëria civile dhe në përgjithësi shoqëria shqiptare iniciativat e tyre. Kjo ka rëndësi. Por, fakti është që duhet që ato të shkojnë pa tjetër si prezantues të atyre njerëzve që mendojnë që këto mund të sjellin ndryshim, kjo do jetë një sukses, mendoj unë, për të ardhmen e Shqipërisë. Sepse njerëzit po arrin të kuptojnë që nuk bëhet më, mos përdorim atë fjalën banale, jo xhaketat e vjetra. Por është i vetmi vend Zerudina Shqipëria që janë po këto ftyra politike që kanë nga 30 vjetë. Unë nuk di, në asë një vend të Europës, asë të lindjes, në perëndimit asë e diskutoj, që të gjithë janë rruar vetëm në Shqipëri. Vetëm në Shqipëri të njëjtat tyra që merren me politikë. Njerëz të diskredituar, ta themi të drejtë, jo vetëm nga njëra anë, po dhe nga ana tjetër. Duhet të ri, unë që ditëm një gjë, edhe për një gjë tjetër. Rama, kur bën aktivitete, ka plot të ri. Por ama, nuk e di tani, sikur ka fuca të ri në lista e mbyllur edhe ato të vjetrit i ka vënë listat e hapura, po nuk... Duhet të ri të përkrahen akoma shumë. Më shumë të rinj. Po, duhet përkrahen më shumë të rinj. Kuptoj, po, mbas edhe kjo punë e të rinjve mos bëhet si puna e grave, që filloi me gjym. Jo, edhe ajo te përruaj. Po, jo të gjitha gratë janë gra që punojnë. Po, po. Dhe jo të gjithë të rinjt janë të rinj. Sigurisht. Ambicioz për karrierë, për punë. Kanë edhe ata dhe mbelë sa duar sa qatë vjetër. Edhe duhen parë, njerëz që, kur them të ri, nuk po them të marim 20 vjeqare, 25 vjeqare, po të ri e kam fjallën nën moshën 20, të cilët kanë dhënë dhe prova në punët që kanë ushtruar deri tani, do më thënë njerëz të cilët kanë pas sukses, ku dion si pedagog në universitet, apo si njerëz që kanë kontribuar me artikuj politik apo me artikuj ekonomik, se si mendojnë ata të bëhet Shqipëria. Do më thënë, nuk është problemi që edhe ata të bëhen thjesht kështu drejtues politik, do më thënë, që merren vetëm me slogane. Po, të rinj patriotë, të cilët kontribojnë. Po, që kanë kontribuar edhe që vërtet ato mund të premtojnë me ato që kanë bërë deri tani, që kanë perspektivë që ta qojnë Shqipërinë përpara. Do më thënë, duhet të zgjidhen tamam ata njerëz. Disa për këtyre pedagogë, nuk kam në një vërejtje në këte aspekt, por do më thënë, duhet parë dhe qarë kanë bërë konkretisht, qëfar kanë shkruar, qarë i desh të reja kanë hedhur, edhe si e mendojnë ato, do të rregullohet edhe do të bëhet. Te kjo e ri vjetër për shembull, ju jeni në moshë, por nuk ka asgjë që t'ju bindi që ju të mos kontriboni, se kjo që bëni është kontribut. Po sigurisht. Sepse njerëzit vjen puna, nuk kontribojnë as të votojnë. Thonë që për ç'të votoj këtu na vendos gjërat. Ndërkohë që ju kontriboni duke folur, dhe kjo gjë mund mos i pëlqej fare familjes tuaj, apo shëndetit tuaj, apo emocioneve tuaja, po ju thoni unë do vazhdoj të bëj çfarë mundem. Po, çfarë mundem, po. Pra, kjo kërkon moshë, kërkon dashuri për Shqipërinë. Sigurisht, kjo është e para, Zerudina, edhe kjo është fatkeqësia më e madhe, se neve, jo vetëm në 40 vjetët e komunizmit, po unë mendoj që edhe në 30 vjetët e pas komunizmit, në Shqipëri është punuar shumë pak për ndjenjën kombëtare. Jashtë zakonisht pak. Edhe unë bëj dallimin, e them kështu me plot bindje, ndjenja kombëtare në Kosovë, e shqiptarëve të Kosovës është shumë më e lartë se e shqiptarëve të Shqipërisë. Po, nuk diskutohet, një vend i pushtuar, po. Ato kanë pas kushtet, po edhe nga ajo e nxisin që në familje, dhe më thënë atë, dashurin për vëndin, dashurin për adheun, për shqiptarin, për flamurin, dhe tani për edhe për shtetin që kanë, po, pas një dyshime, kanë më të fortë. Edhe kjo, Zerudina, unë mendoj është një emet e arsimit që kemi neve. Sidomos, e kam thënë dhe herë tjera, historia duhet shkruhet realisht nga njerëz, edhe historia duhet shkruhet nga njerëz patriot. Jo
historianë në atë kuptimin, bine me kam thënë, pjesa më e madhe e historianëve që janë marrë tani me historinë e Shqipërisë janë të gjithë të indoktrinuar nga e kaluara. Në dozën nuk mund të them, se s'kemi aparat që t'ja masim, por fakti që ato më së fundi arritën pranoj që në Shqipëri ka pas dhe luftë civile, edhe e qytën si një ashtu. Shumë gjëra duhen parë, e kam thënë dhe herë të tjera, historia duhet parë gjithnjë në kontekstin e kohës, edhe dokumentat historike. Drejt. Tani, qëndrojmë në këtë që është vendimtare për zgjedhjet për 11 majin. Pra, si nisi kjo fushat, si pas jush? Përveç çfarë pam në duke, si po vazhdon, si ju duket, çfarë presim, më thënë, ju duket që do jetë kaq festive dhe me këto, apo, 11 maj, do kthehemi avazi pasaj. Nuk më pëlqej atë që thash dhe më parë. Nuk duhen që tani të fillosh të bësh deklarata, do vjedhen zgjedhje, do bëhen këto. Tani, të themi me sinqerisht, mundësia e vjedhjes së zgjedhjeve praktikisht është shumë e vogël. Mund të blihen vota, por kur thua do vjedhen, do më thënë qeveria do të ndërhyjë ke kutinjat e vet, do të heqi letrat, futi letrat. Si që bënin dikur. Që merr kutin ndro vendin. Po, do i çoj atij rrugës i mbush. Me të drejtë ai kryetari tha që kush do merret vesh që ka shit votën ose mund të ketë dënime nga kaq deri në kaq. Ky është një presion i mirë që i bëhet që njerëzit të kenë një çike, të kenë një çik frikë mos e bëjnë këtë. Mësandaj kjo mund të shkojë edhe këtu, që në qoftë se për shembull për para vota shitet për 50 euro, mund të rritet në një çik çmimi. Do rritet çmimi votës, po se shtohet edhe spaku tani, më thonë ka frikë spaku. Po, rritet çmimi edhe ajo mënyra edhe do bëhet më e kamufluar, më e fshehtë. Ata njerëz që e kanë qitur votën, do e shesin prap, e mendoj unë. Dhe ata që kanë votuar PD-n do e votojnë prap, Berishën. Ata që kanë votuar Ramën do vazhdojnë të votojnë. Ramën, kjo është pak. Diaspora, mund të bëjë një ndryshim? Edhe diaspora, Zerodina, më duket kryesisht është ndarë në këto dy partise. Nga këta tjerët nuk e di, ky Llapaj kishte shkuar. Shkon. Nuk e di që ai Erlin Qorria ka shkuar, nuk e di, por se janë dhe mundësit financiare, Zerodina. Këto partitë të mëdha kanë mundësi financiare më të mëdha, mund të mbledhin njerëz se tash do të paguaj sallat, do të paguash kështu që edhe njerëzit thirr një palë, thirr para tjetër edhe njerëzit s'kan kohë, mërziten. Megjithëse me mjetet. Po shkojnë ata, unë kam përshtypjen me aty që shkojnë edhe për kuriozitet. Po, për kuriozitet. Megjithatë, me mjetet janë sot. Ti mund të arrish tjetrin. Po, do të thënë mund të arrish tjetrin me qoftë me emisione, qoftë me këto në Facebook edhe në kështu, mund të bësh emisione që njerëzit të cilët vërtet kanë interes dhe duan dijen se ç'bëhet në Shqipëri dhe a ka vërtet një perspektivë nga këto partitë e reja, mund të ashtu. Por ky do jetë, siç e thamë më parë, do jetë një hap cilësor në procesin e votimeve në Shqipëri që edhe diaspora të japë atë mendimin e saj. Ndërsa, më duket që keq është, edhe nuk e di pse nuk bëhet, se kush është vërtet nuk do Saliu apo Edi. Është mirë që në mos këta, po dhe me kryetarë të tjerë dhe me ata të rinj, unë mendoj që Edi duhet dalit bëjt debat. Mirë, Saliu nuk do. Të bëjt debat? Unë kështu mendoj. Me kë? Me Berisha? Jo, në qoftë se nuk do Berisha dhe unë se me Berishën ai... Jo, zbesoj se Berisha s'do, pëse të nësdoj Berisha? Po pëse se bëjnë? Nuk e di pëse se bëjnë. Me gjithë se tha i njëherë që unë me bufin nuk është. Ka munguar debati këtu. Për shembull, debati ndonjëherë në shoqëritë të ai debatin e herë ndryshoi rezultatin e zgjedhjeve. Ndryshoi rezultatin e zgjedhjeve. Të gjithë flisnin për një Biden i cili ishte i aftë për të përballuar presidencën, dalën në debat, bëri që të ndryshonin rregullat e lojës dhe erdhi një lojë që solli Trumpi.
Kështu që dhe këtu nuk është asë Po mirë është që të ketë, po këtu dhe kur fillojnë bëjnë debat, Zërëdina fillojnë e pasaj shahen me njeri tjetërin, ndërpresin debatet, nuk bëjnë debat në atë, tamam një debat politik i cili të tregoj një nivel, një standard të diskutimeve edhe të politikanëve të vërtet, fillin me ofendime, fillin me shqarje. Po të vëshre nuk ka debate shumë politike, po të shikosh edhe televizionet. Jo, pak, shumë pak. Nuk ka, dalin analistët kërësisht, po nuk shikon debate. Jo, është dhe një gjë, kam vore, po ato gjëra përsërisi. Del një përfaqësuesi i PD-s, qka thënë aji, thot dhaj tjetri. Nuk se kanë ato debate për qeshtje të caktuara, për shembull, dhe vërtet të kenë mendime që t'i hedhin për debat. Ato, o do thonë ti se ke bërë, ose ke vjedhur, ose ashtu, ky thot ju s'keni bërë gjë, keni lënë rrugët, kështu që prandaj dhe debatet janë si nivel edhe si... Ashtu po të baka dhe të pa... Po. Unë mendoj që këthirja që duhet bëj, kryesore është që njerëzit të gjithë duhet që kajnë votojnë. Pse ka qenë traditja atëhere në qonin me 107 mjesit me daullet që konë votonin. Se ishte kështu... Se për daullet dhe? Po, se sa më shpejt të marrë, ajo qendra që dilte e para, ishte më e privilegjuar, me qendrë më. Edhe është e çuditshme Zërëdina se mas 2003-shit ka fillu të bjeri nën 50% pjesëmarrë. Se fillun dhe t'ikin njerëz. Një për arsyeve të rënës pjesëmarrjes është fakti që njerëzit kanë ikur. Edhe ajo, po edhe që plot që nuk votojnë ka. Shumë që nuk votojnë. Kurse në zgjedhjet e 92-shit ka qenë 89, nuk e di se sa përqind pjesëmarrje. Po mirë. Edhe në 90 zgjedhje që ndryshonin sigurisht, ajo që... Dhe ishte shumë e rëndësishme. Jo, po ishte bërë, edhe ato që u bërë 91, gjithë shkohen të votojnë. Po, edhe vazhdojnë të që ki inercia, që duhet shkuar të votojnë. Votojsh, Kështu që... Me gjitha të jo, edhe unë këtë uroj, dhe më thënë që njerëzit ta kuptojnë rëndësine asaj që kanë. Po, shoqëria civile në këtë drejtim duhet t'i ashtu njerëzit, t'i thotë që duhet shkoni të votoni, t'i jepni mendimin tuaj. Këtë propozova unë sot, në një farë mënyrë dhe unë mendoj ta bëj, nuk e di se si, po mendoj që ta bëj. Ne, duke qenë televizioni diasporës, një televizion që kështu e nisëm ne. E nisëm duke menduar që shqiptarët në shumicë janë jashtë, atëherë kanë nevojë për një zë tjetër, jo konvencional, jo televizioni, po një zë të televizioni online si yni, ku ja, si jemi ne këtu s'ke kamera, ke robot. Jemi ne të dy vetëm. Vetëm një njëri atje pas, dhe ne si që jemi, drejtojme i 100 mijëra njerëzve. Në fillim i drejtojshëm vetëm 60 vetave. Tani janë mbi 300.000 ndjekësit, janë mbi 200 milion klikimet, janë shumë në Shqipëri, por një pjesë e madhe janë në diasporë, dhe praktikisht janë ata njerëz që do regjistrojnë. Se ata janë njerëz që duan të dinë çfarë të Shqipëri e tjera. Atëherë, çfarë mund të bëj unë si kontribut? T'ju tregoj atyre se si të votën ta bëjnë të vlefshme, sepse ti për një gabim të vogël e bën të pavlefshme. Kur të duash. Ka njerëz që nuk u regjistruan se nuk dinin se të regjistroheshin. Unë jam e sigurt për këtë. Dhe mbase duhet ta kishim bërë që në fillim. Po s'ka që do e bëjmë tani. Jo, ishte i qike ajo mënyra e ashtu, ishte pak e komplikuar. Reklamën e KQZ-s. Po. Ku merre vesh ajo? Futa të nxirr zarfin, do të vi zarfi, shkruaj zarfin, kujdes zarfin. Kujdes se do dali gabim. Kujdes thoshte se pastaj nuk do të njihet. Do thonë vetëm gabimi, vetëm e keq, apo fuaj në një fjalë mirë more, aman more. Se na vdiqet. Dhe këtë thash, të mund t'ja u tregojmë në një mënyrë pozitive si të votojnë, sepse është shumë e rëndësishme që ju të votoni. Është shumë e rëndësishme që çdo votë e diasporës jetë e vlefshme. Të mos vemi të ngatrohemi në fund, siç patim shumë se Haroj ka qenë një ngatres e madhe në një vit. Të mos ngatrohemi në fund dhe të përfundojnë gjitha votues, të përfundojnë 50.000 veta, se 150.000 nuk ditën. Do ishte shumë gabim. Do doja ta bëja këtë gjë pa pasur një... Se kjo bëhet me lek, kjo bëhet me reklam. E ka KQZ-ja, apo KQZ-ja i duhen lekët, kush e di se për çfarë, kështu që do e bëjmë falas. Do e bëjmë sepse besojmë tek njerëzit që na ndjekin dhe duam të jenë votues. Me thënë, ajo që bëni ju është e jashtëzakonshme. Dhe unë këtë thash, që kur erdhi zoti Reso, edhe sot jemi takuar 2 herë,
Unë e smur, 2 javë unë. Unë gjela e smur të 2 javë. Nësta ju jeni shumë mirë me shëndet. Vini nga Amerika, vini në Shqipëri, do shkoni tani, do interesoni përsëri, ju ka ardhur zarfi, do e dërgoni me siguri më njëherë. Patjetër. E po do bëj një emision kur t'jeni atje. Patjetër. Do ta tregoj, pa e dërguar zarfin, ta tregoj zarfin. Që si vjen. Po, si erdhi, si u regjistruam, se kjo do vlej edhe për herë tjetër. Po, këto do doja dhe vetëm mos më tregoni për këtë do votoni. Ja. Se kjo s'duhet ta tregojmë. Ju e keni mbledhur mendjen apo jo akoma? Do vendosni rrugës? Po. Do shikoni atje? Do shikoj atje dhe kam biseduar dhe me këtu, me këto miq që kam këtu, se dhe ato kanë mendje që të votojnë për të ri. A duan votojnë për të ri? Po. Edhe më kanë thënë, nuk po i them emra. Jo, s'ka gjë. Po më keni pak a shumë një ide për këtë. Po. Edhe si për ndryshim, Zerëndina, se jemi mësuar voto për këte, voto për atë, do më thënë, po për ata njerëz. Të pëm një ndryshimi gjithë një katë mirat e saj. Nëjse, mua më intereson këj momenti i teknik i gjës. Po, sigurisht, që votat jenë të gjitha të blefshme. Po, sepse realisht të po më thoshte dikush, e pyeste një zonjë tjetër dhe i thoshte si të regjistrohen. Nuk e kishte kuptuar. Nuk ka asë të keqet mos kuptosh. Çdo kohë ka shpjegimet e veta dhe ata i drejtohen me mendjen e tyre, i drejtohen një publiku që mendojnë që e di, po nuk kam si ta di unë, e kam për herë të parë. Njerëz që nuk kanë votuar as në zgjedhjet në vendin ku janë. Njerëz të cilët votojnë mbas kaq vitesh për herë të parë për Shqipërinë, duan t'ia thuash ngadalë thjesht shqip për ditë. Se për shembull të votosh në Amerikë shumë e thjeshtë, Zerëndina. Ju e pat fletën këtu besoj si ishte. Po. Atje është shumë e thjesht, fleta është shumë e qartë, shkon aty, i ven ato shenjat atje ku do, e merë fletë, në qofë se bënoj gabim, s'ta prano maqina vetë, në qofë, po, si është do më thonë, ju keni për një gabim. Po, në qofë se ka në një ashtu 2 shenja në një venë, ta këthejnë maqina vetë, që për aty. Ke votuar e fut në maqinë. Në qofë se ti për shembull gabimisht, në të njëjtën në rresht, ke vu për 2 shenjë, ose ke vu një shenjë gabuar, maqina ta këthejnë mrapë. Ato çfarë bën? Maqina ta këthejnë mrapë, ti e shiko ku e ke gabimin, edhe mund t'i thush asa e gris këtë fletë, i thu mjep një fletë tjetër se gabova. Të bjen një fletë tjetër, ajo dhe ti e fut prapë maqinë. Ndërsa këtu s'ke shans, ti e bëre gabim, dhe nuk është fare çudi që të bësh shumë gabime. Po si janë? Apo këtu sa parti, sa të ka shku numri, nuk e di, një 7, 8, 9. Dhe në këtë moment që ti e bën gabim, iku ajo. Iku marrë, votet pa bleshme. Është që na të ketë votat pa bleshme. Ne realisht këtë do bëjmë si drejtare, do ndikojmë që të mos ketë votat të pa bleshme. Do ta bëjmë me gjithë dëshirën tonë për të kontribuar, sepse ju jeni kontributor të rëndësishëm të dritares, jeni e ona një zëri tek i cili besuat. Kështu që ne ju detyrohemi dhe duke nisur që tani, që sot në tregimin e ditës e shpallëm këtë fakt dhe deri në 11 maj do ta bëjmë. Pastaj kur të vinë votat pak nga pak do vonoj një çik. Sigurisht, do vonoj. Është një proces i ri për ne. Po. Megjithse si më thënë ai trendi Zerëndina duket me kot po them me 300 fletë para po numëron, ka një trend, gjithnjë ka një trend. Kështu që sigurisht këtu është për eksaktësi. Por trendi zakonisht duket që në 100 dhe 200 fletë arin të kuptosh ku ka vajtur. Po. Kështu që uroj që edhe klasa politike ta pranoj këtë fakt. Po sigurisht. Të mos fillojnë tash jo atjo. Si Kosova. Zerëndina, është jo në shqiptarët, po dhe në vendet tjera tash demokratike, erdhi puna dhe në Amerikë, fillun të diskutojnë janë djelë votat sa ne, që unë do më thënë, kam 20 e ca vjetë, po bën 30 ati, s'këshin i gjunë e herë që villën votat në Amerikë. Hera parë, tani kur dollë Trumpin, a tha, më kanë vjellë votat. Mos folë për Trumpin, se të ndaluan yrin. Sepse në fakt, pa besueshme, gjëra që ne mendonim që ndodhin në kohën e Hoxhës. Ti shikon në një vend demokratik. Tash Zerëndina dhe 2 fjalë desha të them për problemin e Evropës. Sepse me të vërtetë pavarësisht, domethënë, të vazhdimi i luftës, sidomos e përmenda edhe më parë, egërsia që po përdorin në rusët kundra Ukrainës, është me të vërtetë, domethënë, keqarse. Dhe Evropa
edhe me situatën që gjendjes geopolitike që po ndryshon me ardhin e Trumpit, Evropa duket e ka mbledhur mirë mendjen dhe bën shumë mirë. Evropa është djepi i kulturës, Evropa është djepi i shkencës, Evropa është, domethënë, kryusja e teknologjisë e gjithçkaje. Edhe mundësitë e saj, qoftë ekonomike, qoftë ushtarake, në qoftë sa ato të t'i vënë qëllim vetes, që t'jenë vërtet një superfuqi e pamvarur, të gjitha mundësitë ekzistojnë. Mendo, po marr vetëm 3, ose po dhe Italinë 4 se ka popullsi të madhe, vetëm këto 4 vende që kanë edhe përvojë të luftrave të parë dhe dyta botërore. Domethënë, po të nisen atë esencë që me të vërtet Amerika do bëj atë gabim të madh, që nuk do të ketë atë lidhje tradicionale që ka pas me Evropën. Evropa do të bëhet me të vërtet një superfuqi. Edhe i ka të gjitha mundësi, qoftë teknike, qoftë ushtarake dhe ashtu. Po vetëm është problemi edhe fakti që ato nacionalizmat, ideja e nacionalizmit primitiv shtetëror në Evropë është shuar, edhe them mund të lindi tamam ai nacionalizmi evropian. Po, do të thënë një nacionalizëm i cili mendoj që Evropa është ajo që vërtet mund të japi drejtim zhvillimeve politike, jo vetëm në Evropë, por në gjithë botën. Tashti të nisesh nga fakti që unë nuk e di edhe me Kinën, domethënë ato që po bën Trumpi se me të gjithë i pezulloi tarifat për 90 ditë, me Kinën, jo vetëm ashtu, po rriti i bëri 104%. Kështu që unë nuk e di, me thënë të drejtën, në base ato shërbimet e tyre kanë të dhëna speciale që Kina vërtet, po bëhet një rrezik i madh, jo vetëm për Azinë, po për gjithë botën, dhe që është e vërteta, ata kanë përfaqësi dhe konsulata më tepër se çdo shtet i botës në shtetet e ndryshme të kontinenteve. Në Afrikë, në Azi, në Amerikën Latine, në një kohë që Trumpi nxori një vendim të mbylli shumë konsulata dhe ambasada për të shkurtuar. Kina në këtë drejtim ka aq para duket sa influenca e saj, sidomos në Azi, në Amerikën e Jugut, dhe në Afrikë veçanërisht është bërë shumë e fuqishme. Prandaj duket Trumpi mendon që ky është aktualisht rreziku më i madh i Amerikës, Kina. Edhe duket po bën ato zhvillimet politike të tij, por ai është futur edhe në gjëra mirë, kanalin e Suezit me të Panamas me që kinezët kishin filluar ta dominonin me që është afër Amerikës, i vej një farë të drejtë që të jetë prapë influencë amerikane. Por tani ti ta pengosh atë tjetrin edhe ashtu, ti po që i zoti, ti e ke që vetë industrinë tënde në Kinë. Po. Pse u ashtu Kina, pse u fuqizu nga dërgimi industrisë amerikane dhe tani po mendon, thot jo, për smartphone-ët edhe për pajisjet e tjera elektronike nuk do vej tarifa. Se do rriteshin çmime, do bëheshin edhe do jetë... Do ngirin pashitur. Do ngirin pashitur. Kështu që më duket që edhe ai... Ose pa qartë. Bën disa gjëra, do më thënë, të pa menduara mirë dhe i deklaron. Masit ti i ke parë, i ke rënë llogarive të gjitha, që këto janë në interes të industrisë amerikane, janë në interes të popullit amerikan. Se duhet mendosh edhe këte, që çmimet do rriten, po kush do t'i paguaj? Do t'i paguajnë amerikanë të thjeshtë. Edhe kështu që do të krijon pakënaqësi, do të krijon. Prandaj uroj që Evropa të merret vesh mirë me njëra tjetrën, sidomos këto shtetet kryesore që përmenda, sepse po ta marrin kështu, edhe Amerika pjellë e Europës është, Australia pjellë e Europës është, të gjitha europianët janë ata që shkuan dhe u transferuan andej dhe krijuan ato kontinentet të reja. Kështu që qoftë dhe Amerika e Jugut, që e krijuan spanjolët. Kështu që në këte drejtime, unë kam bindjen që
Europa sigurisht do t'i kushtoj pak rritjet e shpenzimeve. Bile mund desha ta theksoj edhe këte, që edhe premtimet që bëjnë këto, edhe këtu në Shqipëri, duhet nga parasysh se përqinja e GDP që do shkoj për rritjen e armatimeve, që është një detyrë emergjente. Unë kam vure edhe këto emisionet që bëjnë, edhe këto që janë specialisti, ato i egzagerojnë një qikë për armatimet, se ne edhe si kemi ato mundësi aktualisht, duhet pas parasysh, se në qoftë se ka kosto të lartë, është armatimi edhe pajisja e ushtërisë. Në një kohë që ti do të detyrohesh ta paguash nga buxheti tënd. Kështu që edhe në këte aspekt ato premtime duhet të jenë çik më të matura, se shumë varen dhe nga zhvillimet gjeopolitike botërore dhe europiane që do të bëhen. Jemi pjesë të gjithë. Po jemi pjesë të gjithë. Tani vetvetiu në globalizmin, ti dashje pa dashje, sa do i vogël ti jesh, je detyrimisht i përfshirë. Sa do i vogël ti jesh, je i thirrur. Po, je i thirrur. Në fakt, unë gjithmonë, sa herë ju kam në Skype, por sidomos kur jeni këtu, kjo është ndjesia që kam. T'ju falenderoj për detyrimin që ndjeni ju si patriot, si individ, si shqiptar, për të kontribuar duke folur. Sepse njerëzit pikërisht këtë thash. Mendojnë që unë nuk jam i thirrur, ose ç'më duhet mua? E din vetë ata. Do vjedh ky Rama, se dihet më ky do vjedhi. Berisha do bërtasi, dje do mbasi, do bërtasi, në të njerëzit e quajnë të kryer. Dhe Zërëndina duhet sidomos nga shoqëria civile, se ka plot intelektual që quar këtu, që fjala e tyre mund të dëgjohet edhe me interes, me mashtu, se janë njerëz të ndershëm, njerëz që kanë punuar tërë jetën, kështu që duke e thënë dhe ata të vërtetën, ajo krijon tek masat që dëgjojnë, i bën ata që dhe ata të reflektojnë. Do më thënë, si duhet mendojnë, si duhet votojnë, për këtë duhet votojnë. Dhe më e rëndësishme është, paktën kjo është gjë që unë ndjej, që duhet të votojnë. Sepse çdo vot bën diferencë. Ti mund të ndikosh, ti mund të ndryshosh, ti mund të bësh çudinë, edhe pse nuk ta pret mendja ndonjëherë dhe thua, mos e çu bë për një vot. Dhe e bën ndryshimin. Unë e vëre kur flasim për të rinë, për shembull, nuk i ndihmon sistemi, thonë. Mbase nuk i ndihmon sistemi të fitojë zgjedhjet, po që të hyjnë ama i ndihmon. Po. Ti e ndihmon, paktën ti mundesh ti bësh ata të rinj të futen. Aja vlen. Këtu ka qenë një gabim, Zërëndina, se për 30 vjetë mentaliteti që është krijuar ke masa kryesore të rive ka qenë rruga e shtrembër, jo rruga e drejtë. Ka qenë, do më thënë, ideja si të pasurohet sa më shpejt, të futet në politikë për të përfituar, të bëj, do më thënë, gjithë një... Po se nuk ka pasur edhe spak, tani ka zonë dhe plika, për para kapeshin njerëz, asi dënon të njeri, fakti e kam thënë dhe përsëris. Si thot Berisha që ministrat e mi thot s'kam bërë gjë, si ka kap njeri. A ministrat e ti, hajdutët, ato e bine me e kryun hajdutërin partë. E kam thënë kërsh ka qenë dekani hajdutët. S'duhet ja ashtu përmend emrin më fare. Dhe kështu që në këte sistemi i drejtësisë ka qenë sistemi më i korruptuar dhe ai që për mendimin tim e ka shkatruar Shqipërinë. Edhe akoma ka element atje, edhe ata nuk janë më si përpara, por prapë hajdut janë. Të gjithë, pa përjashtim, të gjithë Zërëndina janë korruptuar. Unë bine mendoj që goditja kryesore duhet dhe në sistemi drejtësisë. Edhe mënyra se më e mirë që ajo, që të gjithë ato që u shkarkuan që këshin marë pasurinë. As njeri nuk u prek. Gjingjoni është pasanik i madhë. Vetëm një vit që a ipte ambasadës iraniane i merë të 30.000 euro në muaj qëra. Edhe thot e kam pasurin nga gruja. Që ka qenë gruja timën? Ka punuar. Që ka punuar? Ka dhe gratë pasura. Ky vënd, pa di gratë i ka pasura. Jo, edhe në djenin time, gruja e Gjingjon. O shumë e zonja për të e ti. Po, Po Gjingjoni që ka bërë?
Ato se di ka bërë drejtësi të pastër fare. Ato nuk e di. Zërdina, një dënim nga me burgin përjetëshëm në 25 vjetë ka qenë 100.000 euro. Një deportim nga Greqia në Shqipëri, po ajo vlerë. Po, kush i shiti? Mund përnem vjen nga i herë kur dalin sa dhe duan të shesin mënë. Po e thejmë që hapër, asë kam frikë fare. Një nga shkaktarët që e ka prisë fundit dërcin, ka qenë Bamir Topi me Kreshnik Spahion. I kanë shit vëndet e noterve, kanë shit vëndet e gjyqtarve. Edhe tani dalin e bëjnë atje, do t'japin mënë si do bëhet Shqipëria. Këto janë të vërtetue, zërënda. Pra ndaj them unë që njerëzve, po si more pasurin, ato do vazhdojnë njësoj do bëjnë. Do vjedhin prapë. Do vjedhin prapë. Edhe po i burgosa. Edhe po i burgu, i qasë gjë, do rri 5 vjetë në burg, edhe do dali, do të gëzoj gjithat e që ka. Kush nuk bën 5 vjetë burg, thuj? Po, kush nuk i bën 5 vjetë burg për tjetu, pas taj si zotri. 5 vjetë të tjera. Prandaj, ky është gabimi më i madh. Këto tashi kapin sa nga ata që ja kanë bërë borxh më fare nga ata kriminalit më të rrezikshëm, që për arsye ndryshme janë pa dashje janë bërë të deklaruar nga se kanë bërë gjëra fare kështu të hapura, s'kan pas të ambulojnë dot as prokurorët, as gjyqtarët. Aty ne i kanë, ose janë vëra me njëri tjetrin edhe kanë ngellë ashtu dhe i shkon spaku i merë, ato pronat ose pasurin. Pra nuk është se keni shumë besim tek drejtësia, nuk kemi që edhe pse është turp më, vetë në media shkruen. Sali Berisha ka, po e tha Gjingjoni më, kjo është, unë nuk e di, e tha në një, këtu ke juve më duhet, e tha që Sali Berisha ka njerëzit e vetë në spak, po unë tisha unë do t'a futë e Hamburg atë. Gjingjoni? Po Gjingjoni. Ku e diti, ku që janë këto njerëzit i ka Saliu atje në spak? E pas ke me Gjingjoni në atë? Po jo e kam me Gjingjoni, po unë pa marrë atë një ras në... Që Berisha ka njerës në spak, nuk vjetë në dyshim. Po mirë, më si të deklarohet Zërudina një gjë e tillë? Duhet të këtë thënë që njerës që e lajmërojnë, nuk e di se e ka thënë. Po qërën si ka qovë që e lajmërojnë, qovë që i ashtu, njësoj është, së më thënë njerës që e lajmërojnë. Dhe më thënë ka spionat e vetë brenda në spak. Me fjallë populore. Po mirë, pse, vëmë në dyshim në këta? Jo, unë nuk e vejnë dyshim, po si mund të deklarojsh ti në media një gjë të tillë. Kjo është skandaloze. Do më thënë ti pranon zyrtarisht që spaku është një institucion i drejtësisë i korruptuar. Hajde prit tash ti se çdo presësh nga spaku. Për liqi po na dalin tash po i bëjnë dhe për inate, të paktën kështu deklaroi Veliaj, nuk i kam dhënë leje për të ndërtuar, si që desh, për ne a i e organizoj këte dhe më futi mund bërë. Këto janë gjërat më banale që mund të ashtu. Po mirë, mund të jetë e mund shme kjo? Po, të meret e i, në qofë se gënjen, Erion Veliet, ashtu, në qofë se ka prova për një gjë t'il, të thotë që po më ka ardhën, se kam dhënë dhe i për ne po më bënë te. Ore, shiko, njëri ju Zërudina dhe kur vjellë. A i, në qofë se ka vjellur, a i duhet të regojtë vërtetën. Vërtet kam gabuar, kam vjedhur, jo kam vjedhur, sa i mase nuk ka vjedhur direkt nga fondet, por ka bërë favore për biznesmen, të cilët ja kanë shpërblyer në format të ndryshme, që është ashtu shkelje e pozitës zyrtare. Se janë dy gjëra, të vjedhësh nga fondet e shtetit dhe të marrësh bakshishe nga njerëzve që i bën favor. Po të dyja janë korruptive. Njëra bile më është korrupcion aktiv, tjetra është korrupcion pasiv. Kështu je. Në qoftë se ata nuk do të tregohen të ndershëm tani në fund, sa ai në burg do jetë, kupton apo jo? Në qoftë se ka vjedhur. Kjo punë do vazhdoj. Unë kam bindjen, edhe e them kështu me plot bindje, që maja e korrupsionit në Shqipëri ka qenë sistemi gjyqësor dhe vazhdon të jetë pa i. As ke spaku nuk kam as një besim. Spaku, qanë këto ma Zërudina, deklaroj për para, kur i mori Saliu në dhe dhëndin e vetë, i ashtu i dha dënimet, tani po bëhet një vjet, po e shtyn seancën gjyqësore,
që ajo të pasaj të mbyllet. Këto janë gjërat më banale që bëhen në një sistem drejtësie. Edhe neve themi e kemi shpresën ke spaku. Unë për mua, Zerudina, fatkeqësia është, po në qoftë se këtu nuk të ketë gjykatës të huaj, unë s'kam as i besim që të rregullohet një herë drejtësia kur. Vërtet, do të thënë aty e keni besim. Ajo është kupola e korrupsionit në Shqipëri. Ka qenë dhe vazhdon të jetë. Ajo qelb, do të thënë qelbës të vendit. Po su pastrua drejtësia, pra mos presim gjë. Sepse një drejtësi e pa drejt, ndanë pa drejtësi dhe vazhdon korrupsioni, vazhdon e keqja. Ato do të friksoheshin shumë, në qoftë se ato do të shpransoheshin ato. Tia ke vërtetu që ai ka marrë, ka bërë korrupsion, sepse si është mundur me një rrogë gjyqtari ai ka 10 apartamente, edhe ti si merr asnjë. E nxjerr nga sistemi dhe nxjerr nga sistemi, edhe ai punon avokat. Tani mëson edhe mëson gjyqtarët e ri si bëhen marrëveshjet, se i ka bërë ai me avokatët e tjerë përpara dhe mëson dhe këto të rinj tani, si të bëhen marrëveshjet, si të... E nëse po e thon kështu, do të ikën fare shpresa, se ju keni në rregull, ju e thoni këto dhe ikin në Amerikë. Po këta jo, më Zerudina, unë kam 100 probleme me gjyqje këtu. Asnjë nuk zgjidh dot. Asnjë nuk zgjidh dot. Nuk i zgjidh dot, është e pamundur. Se çfarë bëhet? Shtyhet gjyqi? Shtyhet gjyqi, ka marrë gjyqi vendim, mori apeli një vendim, e çova rekurs në gjykatën e lartë, gjykata e lartë e ktheu prapë atje, e kanë marrë ato. Përpara duhet mi pagunte paret shteti. Tani thot duhet t'i paguaj paret ai që ka zënë pronën. Kur do t'i marrë këto para unë? Në varë. Po me gjithë do marrë keni para. Kur? Mësën e Zerudina, kanë zjerë një gjë tjetër. Thot, po desha të merë 20% të vlerës, në 3 kiste mere për njëherë. Pse të marrë 20% vlerës? Në tokë, në mes qytetit, në Durrës. Bëhet fjalë për një shpronësim. Po. Dhe i thot, po të duash, merë 20%. Po, 20%. Po 60 kush e merë? Jo, është në favor shtetit. Do më thënë ju kur vini shpesh në Shqipëri, interesojnë... Po interesohen, po kotë nuk keni shpesh. Unë dhe ato që ka marrë, e them këshu, kam bërë dhe unë gabim, se kam bërë korrupsion pasiv dhe unë i kam bërë para gjyqtarëve, që citoja gjyqin që unë kishe të drejt, ishte prona ime, që ma këshin dhënë në fillim, pastaj qeveritarët ja këshin kalu të tjerve, se këshin marrë para, u bë gjyqi, edhe e mora unë tokën time që ishte e blerë që 100 vjetë përpara. Ribleve tokën? Jo, e mora tokën time. Dërsa tani tokën se merë do të më, po... Po, tani pra të tjera, po. Se e mbylli Rama me Strasburgun, se këshim shpres aty, nejten në Strasburg, se ca nga Strasburgu u knaqen, morën të rato para. Po, pastaj i doli... Kër e pa, pastaj Rama që pare madhe kjo, u morë vesh në ata, bravo i qovë. Jo, po, dakor, Zerudina, po të vjedhin një qikë më paket në japin, e jo 20, në japin 60. Knaqemi me pak me tonë. Jo, çështja e tokave, çështja e pronave është nga... Shiko, Zerudina, ligji 7501. Më të mëdha të Shqipërisë. E që shkatroj gjithë edhe për bujësin, desha me përgjithsem. Ja, ke zgjedhje tani, nuk flet njëri për këtë gjë. Është të mërshme. Është të mërshme, nuk flet njëri për pranë. Si do të ashtu bujësia, si do të ashtu... Shef është skandaloze, nga një vënd bujësor në të që jemi bë. Ku di unë, ca parcela, shikot ca vila në përkatune, edhe nga i bachet vogël aty. E që kyrë që i kanë dalë të serat, ashti që mund t'i bëjt copa, pa vaditje, pa gjë, në prisë sistemet e vaditjes dhe privatët që kanë para, kanë hapë puse të shi. Kanë hapë puse dhe vadisin pronat e tjërë. Po, ka plasur sheri, mes e iglit dhe gjestit. Shumë pishmaq të kam një orë. Kështu që kjo është problemi. Kjo është problemi. Që ne nuk e kemi mendjen të ajo që është thelbësore, ajo që është toka, prona e drejta, se e dim që është e pamundur.
është e pamundur. Po se Rodin, nuk mjafton kaq, po unë nuk kam ligjuar në një vend të botës legalizim. Që do me thënë legalizim? Shteti do me thënë miraton hajdutët. A i e ka vjedh tokën ose e ka zaptuar tokën, qoftë të shtetit, qoftë të një privati, dhe ti ja nje si pronë ati. Edhe bënin fushat, kush ka bërë legalizime më shumë, që të merë të vota. Edhe bukur, në tokët e legalizuara, kur desh të kalon të rruga, nëreshin ata s'lenin asë rrugën që duhet për të gjithë, sepse është toka ime. Edhe shteti ja rikompensoi edhe tokën që i kishte falë. Dikur para shumë kohësh, në një debat që drejtoja në Top Channel, ishte Dashamir Shej që i foli ish pronarëve, në fakt që nuk kam se quhen ish se janë pronar, dhe ishte debati mes atyre që kronin legalizim dhe atyre që kronin prona. Një debati madh dhe Dashej në emër të qeverisë, pastaj foli në emër të vetes, të njeriu që ai është, dhe i tha, "Ore ju kur duhet të merrni të gjë?" I tha njerëzve që ishin legalizuar. Dhe koha tregoi që një njeri i cili flet me këtë gjuhë nuk ka vota. Po, pra. E ky është problemi. Po. Vota. Po. Po për vota, për legalizimet për vota bëheshin. Dhe kjo pastaj u kthye pa drejtësi mbi ligjin tragjik që ishte ligji i cili nuk e çoi pronën ke pronari. Po e bukur është. Dhe tani se dim kush e ka pronën. Po tani e kanë oligarkët, dihet në mënyrë. Domethënë tani janë, ti nuk merr dot shtëpi më vete, duhet të kesh shtëpi në një resort. Ti nuk bën dot një kasolle apo të çosh një kamper diku, se tokën e kanë ata që do bëjnë gjithashtu resorte e tjera, por e keqja është nuk flitet për këtë. Nëse flitet, diçka mund të ndryshonte, se e folura është... Tash Rodina është komplikuar, aq keq, aq e ngatruar. Pastaj tani kanë nxjerrë dhe këtë arsye se nga që janë shkurtu gjyqtarët, ato janë bërë dosjet mal, edhe shkoti në gjyq, po deshe ka rrezik post mortem ta marrësh vendimin. Unë kam një gjyq, unë nuk i kam ndjekur, fatkeqësisht nuk jam përfshirë sepse jam vajza. Vajza e nënës time, e cila ishin familjarët e saj, motrat dhe vëllezërit në këtë gjyq, i cili zgjat që nga viti 94, për toka në Fier, tokat e plazhit, të cilat ne vemi ndonjëherë shikojmë, po ato nuk diskutohet që ne s'do marrim asgjë kurrë. Po janë të zëna apo të zëna, sigurisht. Por aty janë kujtimet e nënësim, janë kujtimet e shtëpisë, e lumit, e kuajve që ajo tregon, e historisë së jetës saj. Dhe tani ajo është, një me më është me demencë dhe të vetët kujtime janë të familjes. Kujtime të forta. Dhe mua më duket sikur flet për një prallë. Sepse as ka pasur, as ka për të marrë asgjë, dhe kjo është një gjë që ne nuk e vëmë më në dyshim, sepse kam vdekur prej kohësh një pjesë e fëmijëve, kanë ngelur shumë pak. Ata që kanë ngelur akoma shpresojnë, po unë e di që shpresa vdes e fundit, po praktikisht të ngret një prallë për ne. Ajo tokë, të cilin e gëzojnë njerëz të cilët nuk kanë asnjë lidhje. Kam pasur vetëm fatin e madh të ishin njerëz oportunist, i quajmë në mënyrën e të kështu, po njerëz që përshtaten në sistem. Nejse. Po s'ka gjë që flasim, tregojmë edhe çfarë na bën se të paktën na deli nati. Sigurisht njeriu çfryn ndonjëherë kur s'ka rrugë tjetër, çfryn ndonjëherë, çfryn ndërën se edhe mund të filloj edhe të shaj. Po të shaj, të paktën shëndetin të paktën, se prona dikën. Po. Është një mënyrë relaksi nervor dhe ajo kur çfryn. Të paktën thuj i shava dhe hajdutët, po. Atëre rrugë të marrë për në Amerikë dhe do lidhemi për të parë letrat e votimit dhe shpresoj që të ketë ndryshim. Sa do që tjetë ndryshimi, po tjetë i madh do jetë shumë mirë, po dhe i vogël tjetë, ndryshimi të regon që ne përshkojmë për para, përshkojmë në rrugën e dorë. Ju lutem regjistroni te kanalet tona, sepse tani në kohë zgjedhjesh ne kemi më shumë programe politike, është Shqipi, është Landi, e ndjek Landi besoj. Dhe është pafund, prodhon pafund emisione, janë të gjithë duke dalë tek Landi Shmejsi, është drejtare gjithashtu Amarildo, jemi shumë,
Dhe jemi shumë të përkushtuar që në të gjitha mënyrat, si mendojmë ne se cili prej nesh, ju ta merrni informacionin. E rëndësishme është të përfshihemi, të kontribojmë me një vot, me një kritik, me një mendim, me një pozicionim, me çfarë të mundemi për këtë moment të rëndësishëm në Shqipëri, siç janë votimet e 11 majit. Regjistro dhe na ndiq. Faleminderit.